Dy versione, një e vërtet. Heidi Baci dhe Romeo veshaj përballen, gënjeshtra nuk kalon aq lehtë. Historia e dashurisë mes Heidi Baci dhe Romeo veshaj është rikthyer në vëmendje. Por këtë herë jo për momentet e bukura, por për përplasjen e dy versioneve që nuk përputhen me njëri tjetrin. Nga njëra anë, Romeo e përshkroi lidhjen si një eksperiencë që zgjati rreth 3 muaj jashtë shtëpisë, duke theksuar se gjithçka përfundoi me respekt dhe pa drama. Sipas tij, ishte thjesht një mospërputhje karakteresh dhe rrugësh për të ardhmen. Por reagimi i Heidit solli një realitet krejt tjetër. Ajo e bëri të qartë se për të kjo nuk ka qenë një lidhje thjesht apokalimtare, por një histori e ndërtuar mbi ndjenja të forta, sakrifica dhe përkushtim. Heidi kundërshtoi hapur mënyrën se si është paraqitur kjo histori, duke theksuar se nuk mund të reduktohet në 3 muaj apo të trajtohet si diçka sipërfaqësore. Sipas saj, kjo është një padrejtësi ndaj asaj që ka përjetuar realisht. Pika më e fortë e reagimit të saj ishte kur hodhi poshtë idenë se ndarja ka qenë me respekt. Ajo la të kuptohet se situata ka qenë shumë e rëndë dhe e vështirë nga sa është thënë publikisht, duke përmendur një përjetim të papritur dhe emocionalisht të lodhshëm. Megjithatë, ajo sqaroi se heshtja e saj deri më tani ka qenë një zgjedhje për të ruajtur dinjitetin dhe për të mos e kthyer këtë histori në një spektakël publik. Ky rast është një shembull i qartë se çdo histori ka dy anë, por jo çdo version është e vërteta e plotë. Kur dy rrëfime janë kaq të ndryshme, lind natyrshëm pyetja: kush po e tregon realitetin ashtu siç është? Në fund një gjë mbetet e sigurt. Gënjeshtra mund të duket bindëse për një moment, por nuk kalon aq lehtë. Me kohën detajet dalin në pa dhe e vërteta gjithmonë gjen rrugën për të zbuluar.